Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelenas, Matit dhe Cerikut u drejtojnë ditën e sotme kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e tyre të bashkisë, ndërkohë që në këto zgjedhje të pjesshme të drejtën e votës e kanë 334.539 qytetarë. Rreth 334.539 qytetarë në 5 bashki të vendit kanë të drejtën të drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive Vlorë, Berat, Tepelen, Mat dhe Cerik. Në qytetin e Vlorës, 171.895 qytetarë kanë të drejtë vote dhe do të votojnë në 232 qendra votimi, të ndara sipas zonave të banimit. Gara në këtë bashki zhvillohet mes Brunilda Mersinit, kandidate e Partisë Socialiste, dhe Dionis Sotës, kandidati i pavarur me mbështetjen e opozitës, si dhe Gjergji Nikës, gjithashtu kandidati i pavarur. Në Berat, 82.161 banor do të votojnë në 116 qendra votimi. Kryetari aktual i komanduar, Ervin Ceca, përfaqëson Partinë Socialiste, ndërsa për Ballti është kandidati i pavarur Pavlo Shkarpa. Në Tepelen, 12.667 zgjedhës do të votojnë në 22 qendra votimi. Gara zhvillohet mes Gramoz Sakos, kandidati të mazhorancës socialiste, dhe Gabriel Gumës, kandidati i pavarur me mbështetjen e demokratëve. Në bashkinë e Matit, 29.092 qytetarë do të votojnë në 47 qendra votimi. Kjo bashki ka një nga garat më të veçanta me 3 kandidatë në fushë. Kandidati i Partisë Socialiste është Altin Bojni, ndërsa ish-kryetaria e Forumit të Grave Socialiste Lokale, Suzana Pasha, ka vendosur të kandidojë si e pavarur, duke sfiduar propozimin zyrtar të PS-s. Nga ana tjetër, opozita dhe Partia Demokratike mbështesi kandidaturën e pavarur të Eduard Brahilikës. Në Cerik, sipas të dhënave të KQZ-s, janë 38.724 qytetarë me të drejtë vote, të cilët do të votojnë në 57 qendra votimi. Edhe këtu gara përfshin 3 kandidat: Florenc Doka nga Partia Socialiste, Amarildo Hoxha, kandidati i pavarur me mbështetjen e PD-s, dhe Eligert Hima, që garon në siglën e partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet. Policia e shtetit ka hartuar një plan të posaçëm masash për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë kësaj të diele dhe procesit të numërimit. Ndërkohë, Bashkia e Vlorës mbledh rreth 12 milionë euro nga të ardhurat e veta vendore dhe shpenzon 2 fishin e tyre. Shpenzimet për banor arrin në rreth 198 euro dhe përfshihet në listën e bashkive me shpenzimet më të ulta. Bashkia Vlorë ka pasur një performancë në rritje sa i takon të ardhurave të mbledhura për gjatë vitit që lan pas, kjo ndikuar edhe nga fakti se është një njësi bregdetare. Të dhënat e detajuara të raportit mbi pushtetin. Ndërkohë, në këto momente do të shkojmë në lidhje direkte me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kryetari i saj Celi Bashi po bën një deklaratë për media. Ne ndjekim. Këtyre qendrave janë hapur ndërmjet orës 7 dhe orës 8 mëngjesit. Përsa i përket përbërjes komisioneve të qendrave të votimit, 34% e këtyre komisioneve janë të përbërë me 7 antarë, 18% me 6 antarë, 29% me 5 antarë dhe 19% me 4 antarë. Vetëm në 3 qendra votimi, në hapje të procesit të votimit, kishte mungesë të quorumit, pra kishin 3 antarë, por në komunikimet që patëm me përfaqësues partive politike, edhe në ato 3 qendra votimi u mundsua pasja e quorumit dhe ka filluar procesi i votimit. Deri në momentin që ne po flasim, nuk janë raportuar problematika në lidhje me fillimin të tjera, me fillimin e procesit të votimit në këto 5 bashki. Nuk kemi asnjë problem të raportuar në lidhje me përdorimin e pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve. Janë 100% e qendrave votimit me operator, janë paraqitur në detyrë operatorët e pajisjeve të identifikimit elektronik të votuesve. Identifikimi po kryhet në 100% e qendrave votimit nëpërmjet këtyre pajisjeve.
për shkak të mungesës së mbulimit me rrjet GSM, pra të telefonisë mobile, nuk kemi transmetim në kohë reale nga 18 qendra votimi, por ndërkohë në mënyrë alternative jemi duke marrë informacionin edhe nga këto qendra votimi. Por çfarë ndoshta vend të theksohet është që nuk kemi patur asnjë problem me përdorimin e pajisjeve pay, paktën deri tani. Për sa i përket pjesëmarrjes, deri në momentin që jemi duke folur, është 2.42% pjesëmarrja në total në të gjitha bashkitë. 1.49% në bashkinë e Vlorës, 2.57% pjesëmarrje në bashkinë e Beratit, 3.36% pjesëmarrje në bashkinë e Cerrikut, 6% pjesëmarrje në bashkinë e Matit dhe 4.73% pjesëmarrja në bashkinë e Tepelenës. Në këto zgjedhje, duke bërë disa përmirësime në procesin e transmetimit të dhënave nëpërmjet pajisjeve elektronike të identifikimit, kemi mundësi që në kohë reale të marrim informacion edhe mbi përqindjen e pjesëmarrjes për çdo bashki sipas grup moshave. Për shembull, në bashkinë e Vlorës, dhe pastaj mund t'i konsultoj se cili prej jush për të 5 bashkitë e tjera, meqenëse është e para listuar. Grup mosha mbi 65 vjeç janë 2.91% pjesëmarrësve, janë 100% që kanë marrë pjesë deri tani, totali 100% i atyre që kanë marrë pjesë. Grup mosha 55 deri në 64 vjeç përvojnë 2.18%. Grup mosha 45 deri në 54 vjeç pjesëmarrja është 1.23%, flasim gjithmonë për bashkinë e Vlorës. Grup mosha 35 deri në 44% është 0.93%. Grup mosha 25-34 vjeç është 0.74%. Dhe grup mosha 18 deri 24 vjeç pjesëmarrja është 0.6%, pra mjaft e ulët. Ndërkohë janë për bashkitë e tjera, dhe këtë informacion mund ta konsultoni në faqen e internetit të KQZ-s, ku mund të merrni dhe informacione të tjera në lidhje më të detajuara në lidhje me pjesëmarrjen. Bëj edhe një publike faktin që në bashkinë e Tepelenës, në procesin e numërimit, krahas asaj çfarë parashikon kodi zgjedhor, pra në lidhje me procedurën dhe mënyrën e numërimit të fletëve të votimit, do të aplikojmë numërimin e fletëve të votimit edhe me inteligjencën artificiale dhe ky informacion do të jetë publik në kohë reale në faqen e internetit të KQZ-s dhe do të shikoni të krahasuara rezultatet të dhënat e rezultatit të numërimit, si në mënyrën manuale të numërimit e vlerësimit të fletëve të votimit, ashtu edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale, po me siguri në mbyllje të procesit të votimit do të komunikojmë më shumë në lidhje me këtë aspekt. Ndërkohë, procesi i numërimit të fletëve të votimit do të transmetohet në kohë reale. Për herë të parë po realizojmë këtë, kjo dhe për shkak të numrit të vogël të KZAZ-ve. Për të gjitha KZAZ-t, pra për të 9 KZAZ-t, do të ketë pamje live të vendit të numërimit të votave në faqen e internetit Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ose në kanalin e KQZ-s në YouTube. Këto janë pak a shumë informacione që do të doni që nda me ju për momentin.
Mirëmëngjes, Ambroz Demeta nga Syri Televizion. Zoti Libashi është raportuar në fakt një problematik të cilën e kemi parë edhe në zgjedhjet e shkuara sërish të përsëritur edhe në këto zgjedhje lokale. Në Mat ka pasur një denuncim nga kandidati e Partisë Demokratike, deputeti e Partisë Demokratike, Denis Avata, e cila thotë se në qendrën e votimit pranë qendrës të votimit ka pasur prezencë të drejtuesve lokal në Mat dhe gjithashtu të punonjësve të tjerë shtetëror të cilët të mbajnë shënim votuesit kush hyn kush del, duke parë, pra duke i patronazhuar ata. Duke qenë se është edhe një problematik e hasur në vazhdimsi që raportohet ose faktohet edhe në raportin e OSBE-ut. Në rastin konkret, deputetja pretendon se nuk ka pasur asnjë lloj ndërhyrje nga ana e KZZ-s, as nga ana e policisë dhe në Mat sërish ka pasur një tjetër rast ku gazetarët dhe operatorit nuk janë lejuar të filmohen me pretendimin nga ana e komisionerëve se nuk mund të filmojnë dhe nuk lejohen. Për ta sqaruar këtë pjesë, për ta ditur që nuk duhet këtë pengesë nga ana e tyre dhe për pjesën e patronazhimit të votuesve, si do të zgjidhet kjo problematikë të cilën ne tashmë shohim në gjitha zgjedhjet. Faleminderit. Në lidhje me të drejtën e përfaqësuesve të medias për të qenë prezent edhe duke filmuar në ambientet e qendrave të votimit, të duhet ta theksoj që nuk ka asnjë kufizim. Legjislacioni shqiptar, në dallim me disa vende të tjera, por fshi edhe vende të Bashkimit Evropian ku ka ndalime, ne nuk kemi ndalime. Pra, gazetarët, operatorët e mediave kanë gjithë lirin për të qenë prezent në qendrat e votimit. Dhe për këto raste që ju sollët në vëmendjen tonë, ne do të angazhojmë strukturat përkatëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të adresuar këtë problem. Dhe ajo çfarë është patjetër kaq e rëndësishme, problematika që është konstatuar në disa qendra votimi në lidhje me praninë e personave të paautorizuar, tani po bëjmë ndjenjë të këtij fakti në fakt dhe do të adresojmë duke komunikuar me qoftë edhe me policinë e shtetit nëse do të jetë nevoja. Është e ndaluar në mënyrë kategorike dhe do të nënshtrohen veprimeve të mëtejshme ligjore nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të gjithë ata të cilët bajnë shënim kush voton, kush nuk voton, kush hyri dhe kush doli nga qendra e votimit, apo edhe më keq akoma të cilët përpiqen të intimidojnë votuesit në qendrat e votimit. Nuk kemi hezitim për ta bërë. Ndjes vetëm një ndërhyrje, duke qenë se ata nuk lejohen dhe në një mënyrë në ligj kemi rregulluar këtë çështje, por ne kemi parë edhe në zgjedhjet e 11 maj, po përsëritet sërish si fenomen OSBE-ja ngren si shqetësim, duke qenë se ne jemi sërish në prag të rifillimit të reformës zgjedhore. Si mund ta adresojmë në mënyrë që policia e shtetit ose strukturat e tjera të ndërhyjnë dhe të marrin masa me të vërtet në këtë rast, pasi duket sikur nuk merret fare kjo çështje në konsiderat dhe vijohet të patronazhohen votuesit që hyjnë në qendra duke u mbajtur shënim dhe duket sikur nuk ka asnjë reflektimi nga ana praktike pavarësisht se në ligj mund të jetë rregulluar dhe kjo gjë është e ndaluar. Faleminderit. Thash që do ta evidentojmë në pikpamje formale këtë rast dhe këtë problematikë edhe do ta adresojmë qoftë edhe tek organet e ndjekjes penale nëse është rasti për ta adresuar në këtë mënyrë. Por me njërë sa ta përfundojmë këtë komunikimin me ju, do të komunikojmë me stafin e KQZ-s për ta adresuar ashtu sikurse do duhet të adresohet ky rast. Zoti Cilibashi, duke qenë se në këto zgjedhje kemi vetëm një mundësi për zgjedhur vetëm për kandidatët për kryebashkiak dhe jo këshillat bashkiake. Ka një parashikim KQZ-ja se kur del rezultati zyrtar për 5 bashkitë, ndërkohë sa i takon bashkisë të Tepelenës ku risi është
testimi i inteligjencës artificiale. A mund na shpjegoni pak më mirë për publikun se si do ta testohet kjo teknologji? Pra do kemi një pajisje që stacionohet pranë KZZ-s ku do të numërohen dhe votat, do kemi ashtu sikur se në zgjedhjet kur kemi pasur numërimet e votimit elektronik që pajisja merr fletën e votimit. Do ishte interesante nëse do kish një shpjegim më të qartë. Faleminderit. Besoj që maksimumi dreka e ditës nesërme do të jetë përfundimi i procesit të numërimit në të gjitha bashkitë, pra në të 5 bashkitë. Qartë si varet nga pjesëmarrja, por nëse pjesëmarrja do të jetë pak a shumë ajo e vitit 2023, të themi, me shumë mundësi do të përfundojmë procesin e numërimit në mesin e ditës hënë. Për sa i përket numërimit të fletëve të votimit në Bashkinë e Tepelenës, duke përdorur inteligjencën artificiale, po jap një informacion më shumë për momentin, do të ishte më dobi pak më vonë, por gjithsesi duke qenë se situata është pak e ngarkuar tani edhe për ju për ta marrë këtë informacion. Në çdo tavolinë numërimi ne kemi të instaluar kamera të cilat regjistrojnë gjithë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Fletët e votimit vendosen mbi tavolinë, filmohen, sikurse është bërë dhe në zgjedhjet e shkuara. Ajo çfarë kemi bërë ne dhe ku e përdorim inteligjencën artificiale është që të gjitha ato lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik i cili, po e them kështu, i cili bazohet në inteligjencën artificiale, do të bëj leximin automatik sistemi, kamera të fletës votimit. Pra, do ta kuptoj ky sistem duke përdorur inteligjencën artificiale se për kë është votuar. Dhe rezultati vjen automatikisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pa pritur që të bëhet tabulimi i rezultatit nga anëtarët e grupit të numërimit. Pra, çdo fletë votimi vjen dhe transmetohet leximi i kësaj fletës votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në serverat që janë instaluar atje dhe pastaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tani do duhet ta pranojmë këtë që jo shumë janë të familiarizuar me këtë inteligjencën artificiale në kuptimin që realisht çfarë do të thënë ka dhe se si funksionon, jo vetëm për çështjen e vlerësimit të fletëve votimit, por edhe për aspekte të tjera të përdorimit të inteligjencës artificiale. Në fundit është një program i cili të lehtëson për aspekte të ndryshme. Në rastin ton, për procesin e numërimit të fletëve të votimit. Komisioner, përshëndetje, Arkyqësi News 24. Përsa i përket pjesëmarrjes, kishte një pyetje. Sipas të dhënave të derikanishme, në të 5 bashkitë janë, po citoj të dhëna nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 5.09%. Pa paragjykuar procesin e pjesëmarrjes deri në orën 18:00 kur do të mbyllen qendrat e votimit, duket se pjesëmarrja duhet e ulët, nëse të vazhdojmë me këtë ritme. Mendoni se ndoshta ka vend tashmë me këtë reformë zgjedhore të pritshme që do të nisë së shpejti, që të vendoset një nivel i caktuar pjesëmarrje për të thënë në fund të ditës që po, këta kryebashkiak të zgjedhur dalin nga vullneti i qytetarëve të parkëve. Ka koncepte të ndryshme për këtë, ka vende të cilat aplikojnë një minimum pjesëmarrje për t'i konsideruar zgjedhje të vlerëshme. Personalisht nuk i përkas këtij grupi, sepse pjesëmarrja në votim është dhe mos pjesëmarrja është shprehja e vullnetit të votuesve
Kështu që nëse 10 veta duan të marrin pjesë votime, 10 veta duan. Pjesa tjetër nuk do të marrë pjesë votime, është në të drejtën e tyre dhe nuk shoh një gjë principiale që për ta qasur ndryshe, por gjithsesi është çështje e politikës edhe e shoqërisë për ta bërë këtë diskutim. Nuk di të them për momentin se sa mund të jetë pjesëmarrje, ajo çfarë mundet për ju e të jetë me interes dhe për publikun është pjesëmarrja në vitin 2023 sa ka qenë dhe pastaj komentet gjithë secili prej nesh mund t'i bëj vetë. Në Vlorë pjesëmarrja ka qenë 24.7% në 2023. Në Bashkinë e Vlorës, po flasim gjithmonë për bashkinë. Në Bashkinë e Beratit 34.87%, në Bashkinë e Cerrikut 32.43%, në Bashkinë e Matit 37.19% dhe në Bashkinë e Tepelenës 40.31%. Pra kjo ka qenë pjesëmarrja në zgjedhjet e vitit 2023 në votimin për kryetar të bashkive, të këtyre 5 bashkive. Dhe në total, pjesëmarrja në rang vendi për 2021 dhe 2025 kemi, nëse ka interes, për 2021 ka qenë 46.33% dhe në 2025 41.37%. Ka dhe i pyetje? Nëse mundet, komisioner, një pyetje për sa i përket teknologjisë. Ju e bët të qartë që në Tepelen do të zhvillohet ky testi i përfshirjes së inteligjencës artificiale në procesin e numërimit. Përse zgjodhet që në këto zgjedhje të pjesme të mos përdoret procesin votimit dhe numërimit elektronik? Mund të zhvillojë për shembull ndoshta në Bashkinë Florë apo Berat, çfarë si ka në një bashki? Për shumë arsye, por më së shumti për shkak të mungesës së kohës edhe të një edhe pjesës tjetër të logjistikës, infrastrukturës, e pam si jo shumë me dobi për të aplikuar një nga këto 5 bashki, nëse do të kishe patur zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, kishim menduar që ta pilotonim votimin elektronik në Bashkinë e Tiranës. Do duhet që për këtë çështje e përdorimit të teknologjisë të votimit nëpërmjet pajisjeve elektronike të ketë një vendimarrje politike, të themi, përfundimtare. Kanë apo nuk kanë interes parti politike, ka apo s'ka interes politika që ta zgjerojë më shumë votimin dhe numërimin elektronik. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim do të ishte me dobi dhe ne akoma nuk e kemi një përgjigje të qartë për gjithë aspektet e këtij procesi, sepse edhe kur e kemi aplikuar, kur ka puna tek nxjerrja e rezultatit, e kemi bërë nxjerrjen e rezultatit orë më vonë, kur ndërkohë sistemi ta ofron mundësinë ta japësh rezultatin në pak minuta pas mbylljes së procesit të votimit. Zoti Celibashi, media ka raportuar një ditë më parë për një problematik të supozuar për sa i përket kandidatit të Partisë Socialiste në Tepelen, Gramos Sako. A keni pasur ju ndonjë ankesë zyrtare për sa i përket dhe a jeni në dieni të një vendimi të gjykatës për sa i përket regjistrimit të zotit Sako në listën e zgjedhësve? Faleminderit. Po, faleminderit. Regjistrimi i tij si kandidat ka respektuar të gjitha kërkesat e ligjit. Është regjistruar si kandidat duke qenë banor i Bashkisë Tepelenës. Për disa arsye të pavarura nga KQZ-ja, absolutisht që jo, ai nuk gjendet i regjistruar, nuk gjendet i regjistruar në listën e zgjedhësve dhe e ka fituar të drejtën për të votuar nëpërmjet një vendimi gjykate, i cili në gjykimin dhe vlerësimin tim, edhe pse nuk e kemi këtë tagër nga pikpamja institucionale apo dhe individualisht, ai është një vendim i cili është në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor. Sepse në rastin e zgjedhjeve të pjesshme, votuesit
nuk kam mundësi që të verifikojnë përbërësit zgjedhor në listën e zgjedhësve, sepse nuk ka një listë paraprake zgjedhësisht. Lista përgatitet direkt, lista përfundimtare e zgjedhësve, dhe ata zgjedhës të cilët shikojnë që përbërësit e tyre zgjedhor dhe me këtë rast dhe vendbanimi i tyre nuk është i saktë, kanë të drejtë të shkojnë në gjykatë dhe për mendimin tim gjykata është e detyruar që ta pranojë kërkesën, sikurse rezultojnë që ka ndodhur edhe në këtë rast, me të drejtë. Pyetje tjera? Nuk kemi. Mirë, faleminderit. Ditë mbarë. Kemi qenë pra nderuar teleshikues në lidhje direkte me kreun e KQZ-s Celi Bashi, i cili ka deklaruar se deri në këtë moment nuk është pasur asnjë problem me procesin zgjedhor në të gjitha bashkitë që po zhvillojnë zgjedhje ditën e sotme. Ndërkohë në këtë moment ju ftoj që ndjekim një kronik sa i takon të ardhurave të bashkisë së Vlorës. Ndjekim. Bashkia Vlorë ka pasur një performancë në rritje sa i takon të ardhurave të mbledhura përgjatë vitit që lan pas, kjo ndikuar edhe nga fakti se është një njësi bregdetare. Të dhënat e detajuara të raportit mbi pushtetin lokal sipas taksave dhe tarifave që mbledh bashkia tregojnë se peshën kryesore zë tarifa e pastrimit me afro 318 milion lekë të mbledhura, apo 3 milion euro, thuajse në 2 fishim në raport me një vit më parë. Taksa e ndikimit në infrastrukturë është e dyta për nga pesha që zënë të ardhura totale të bashkisë, në rreth 2 milion euro në 2024, dhe pse ka pësuar rënjë të konsiderueshme nga viti 2023, ku janë mbledhur rreth 2.8 milion euro. Taksat e tjera vendore kanë krijuar afro 2.8 milion euro të ardhura për gjatë vitit 2024, duke u dyfishuar në raport me 2023. Nga taksa e ndërtesës janë mbledhur 1.9 milion euro me trend në rritje në krahasim me një vit më parë. Të ardhurat e tjera jo tatimore zën afro 1.4 milion euro, tarifa për zënien e hapësirës publike 927.000 euro dhe të ardhurat nga toka bujësore vetëm 147.000 euro. E thënë ndryshe, vetëm nga burimet e veta Bashkia Vlorë ka mbledhur afro 1.2 miliard lekë apo 12 milion euro. Sa i takon shpenzimeve sipas natyrës ekonomike, pjesa më e madhe e buxhetit të Bashkisë Vlorë shkon për shpenzime personeli me afro 1.3 miliard lekë apo rreth 13 milion euro, të cilat kanë ardhur në rritje në raport me 2023-shin. Ndërsa 723 milion lekë apo 7.3 milion euro shkojnë për shpenzime operative, që gjithashtu janë në rritje. Për shpenzime kapitale gjatë vitit që lan pas kanë shkuar 340 milion lekë apo 3.4 milion euro, nga 1.9 milion euro në 2023-shin. Shpenzime totale të bashkisë shkojnë në 2.4 miliard lekë apo rreth 2 fishi të ardhurave. Referuar censit 2023, Bashkia Vlorë ka një popullsi prej 79.513 banor dhe është një ndër më të mëdhat e vendit me potencial të lartë në zhvillimin e turizmit dhe përqendrim të lartë të bizneseve në sektorin e shërbimeve si bar, restorante dhe hoteleri. Vlora renditetet e treta në rang bashkie pas Kamzës dhe Durrësit, përjashtuar Tiranën, për nga pesha e të ardhurave sipas bashkive ndaj totalit të ardhurave vendore 2024 me rreth 7% dhe në vendin e 4 sa i takon peshës së shpenzimeve. Të ardhurat për banor në Vlorë llogariten në 103 euro, ndërsa sa i takon shpenzimeve për banor, niveli regjistrohet në 198 euro, shifër kjo që rendit ndër bashkitë me shpenzime të ulta për frym, ndërsa sa i takon shpenzimeve për investime, ato llogariten në 28 euro për banor, nivel ky shumë i ulët në raport me bashkitë të tjera. Rreth 33 euro llogariten investimet për banor të bëra nga Bashkia e Beratit, ndërsa totali shpenzimeve për banor të Bashkisë së Beratit është 182 euro dhe përfshihet në listën e njësive me shpenzimet më të ulta. Bashkia Berat ka regjistruar një trend në rritje të ardhurave përgjatë vitit që lan pas. Peshën më të rëndësishme ndër të ardhurat e veta e zëzërit taksave të tjera vendore me afro 138 milion lekë apo 1.3 milion euro. Nga tarifa e pastrimit janë mbledhur rreth 85 milion lekë, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë afro 58 milion lekë, nga taksa e ndërtesës afro 50 milion lekë, të ardhurat të tjera jo tatimore përbëjnë 30 milion lekë, ndërsa taksa e tokës bujësore kontribuon me afro 19 milion lekë. Sa i takon shpenzimeve, edhe Berati nuk bën përjashtim nga njësitë të tjera administrative, ku pjesën më të madhe të buxhetit e çon për shpenzime personeli, me rreth 644 milion lekë apo 6.4 milion euro në vitin 2024 dhe me rritje në raport me një vit më parë. Shpenzimet operative nga të ardhurat e veta regjistrohen në 347 milion lekë apo rreth 3.4 milion euro, ndërsa shpenzimet kapitale janë vetëm 242 milion lekë apo 2.4 milion euro dhe paraqiten me rënje në raport me një vit më parë. Referuar të dhënave të censit 2023,
Bashkia Berat ka rreth 65.000 banor. Të ardhurat e veta për banor në Bashkinë Berat rezultojnë në 52 euro, duke bërë pjesë në bashkitë me të ardhura mesatare, ndërsa të ardhurat e përgjithshme për banor janë 160 euro, duke u renditur ndër 8 bashkitë me të ardhura më të ulta. Totali i shpenzimeve për banor të Bashkisë Berat është 182 euro dhe përfshihet në listën e njësive me shpenzime më të ulta, ndërsa shpenzimet për investime janë vetëm 33 euro për banor. Pavarësisht këtyre të dhënave, Bashkia e Beratit ka potenciale të larta për turizëm, i cili ka tendencë zhvillimi gjithvjetor, çka do të kontribuonte në shtim të konsumit, zgjerimit të bizneseve dhe fuqizimin ekonomik të bashkisë. Bashkia e Tepelenës ka rritur ndjeshëm të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për gjatë gjithë vitit 2024, ku duke se tokat bujësore dhe ndërtimet e reja kanë dhënë kontributin më të madh dhe të rëndësishëm. Bashkia Tepelenë rezulton me rritje të konsiderueshme të ardhurave vendore gjatë vitit 2024 krahasuar me vitin 2023. Të dhënat zyrtare tregojnë se në pothuajse të gjitha kategoritë të ardhurave është regjistruar përmirësim. Rritjen më të forte ka shënuar taksa e tokës bujësore me një kapërcim prej 396% nga 1.2 milion lek në vitin 2023 në rreth 6.1 milion lek në vitin 2024. Një tjetër rritje e konsiderueshme është ajo e taksës së ndikimit në infrastrukturë, e cila është rritur me 198%, duke kaluar nga 1.8 milion lek në 5.5 milion lek. Ky trend tregon dhe interes më të lartë për ndërtime të reja në këtë bashki. Në kategorinë e tarifës së pastrimit është shënuar një rritje e qëndrueshme prej 63%, duke arritur në 8.2 milion lek, çka tregon rritjen e mbulimit të shërbimit në zona më të gjëra të qytetit dhe fshatrave përreth. Edhe taksat e ndërtesës kanë pasur një rritje modeste me 12%. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e financave vendore ka qenë rritja e të ardhurave jo tatimore, të cilat kanë kapërcyer me 80%, duke u ngjitur nga 17 milion lek në 2023 në 30.7 milion lek në 2024. Kjo rritje lidhet me përmirësimin e menaxhimit të aseteve, tarifave të shërbimeve dhe qirave publike. Sa i takon shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit shkon për shpenzime të personelit me afro 197 milion lek, të cilat kanë pësuar rritje në raport me 2023, ndërsa shpenzimet për investime zun vetëm 16.7 milion lek në vitin 2024, me një rritje të lehtë në raport me një vit më parë. Të ardhurat e veta për banor në Bashkinë Tepelenë llogaritën në 6.946 lek apo rreth 70 euro, duke bërë pjesë në grupin e bashkive me të ardhura mbi mesatare, ndërsa totali i shpenzimeve për banor regjistrohet në 36.464 lek në vit për banor apo rreth 365 euro, duke u renditur si bashkia e 7 me shpenzimet më të larta në vend. Por në 8 bashkitë e fundit sa i takon shpenzimeve për investime për banor në vetëm 1.804 lek në vit apo rreth 18 euro. Referuar të dhënave të censit 2023, Bashkia Tepelenë ka 8.461 banor në total dhe në raport me censin 2011, popullsia e bashkisë rezulton të jetë ulur me rreth 36%. Ndërkohë në këtë moment do të shkojmë në lidhje direkte me kolegen Ola Mitre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e cila do të na japë të tjera detaje. Ola, të përshëndes. Përshëndetje Arbin. Cilat janë detajet? Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Në faktu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sapo ka përfunduar një konferencë për shtyp kryekomisioneri Iliran Selibashi, i cili informoi më në detaje se si është ecuria e zgjedhjeve në 5 bashki deri në këto momente. Sipas Selibashit, në orët e para të mëngjesit ka patur disa problematika në disa prej qendrave të votimit, por që aktualisht nuk ka ndonjë problem në lidhje me mbylljen e qendrave të votimit apo drejtimin e qytetarëve drejt tyre, pra të atyre qytetarëve që dëshirojnë të shprehin vullnetin për të zgjedhur kryebashkiakun në pjesën e mbetur të mandatit. Ndërkohë do të doja të sjellja një informacion sa i takon pjesëmarrjes në zgjedhje deri në këto momente sipas 5 bashkive, dhe do të nis pikërisht me bashkinë e Vlorës që ka edhe numrin më të lartë të qytetarëve nga 5 bashki, të cilat aktualisht janë duke zhvilluar procesin zgjedhor, dhe sipas informacionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në këto momente pjesëmarrja në këtë bashki regjistrohet në 3.01%. Në fakt, nëse do ta krahasonim këtë pjesëmarrje me orën 10 të zgjedhjeve të zhvilluara në vitin 2023, kemi një pjesëmarrje më të ulët, pasi
2 vite më parë, deri në orën 10, në Bashkinë e Vlorës kishin votuar 5.85% e votuesve pra që kanë të drejtë për të zgjedhur kryebashkiakun. Në fakt, Bashkia e Vlorës, nëse do të krahasonim numrin e zgjedhësve me ato të vitit 2023, ka një numër më të lartë votuesish, janë rreth 4.200 votues të cilët kanë të drejtë vote për të zgjedhur kryebashkiakun në këto zgjedhje, por me sa duket pavarësisht rritjes së numrit, kemi një rënje të pjesëmarrësve të paktën deri në orën 10 kur edhe është raportuar. Sa i takon Bashkisë së Beratit, edhe në këtë bashki ka një rritje të numrit të zgjedhësve me të drejtë vote, janë 82.161 votues apo 1.083 votues më shumë me të drejtë vote në këto zgjedhje vendore, ndërkohë sa i takon pjesëmarrjes aktualisht raportohet në nivelin 5.01%, ndërkohë që në orën 10 të zgjedhjeve të vitit 2023 pjesëmarrja në Berat ishte 8.94%, pra edhe në Berat dukshëm pjesëmarrja deri në këtë momente është më e ulët. Sa i takon Bashkisë së Cërikut, që ka dhe numrin e 3 më të madh të votuesve ndër 5 bashki, deri në këto momente pjesëmarrja përllogaritet në 6.88%, ndërkohë që edhe në krahasim me vitin 2023 rritja është më saktë kemi sërish një pjesëmarrje më të ulët në raport me vitin 2023, pasi deri në këto momente në vitin 2023 pjesëmarrja regjistroi në 9.11%. Do të kaloj në Bashkinë e Matit, ku me të drejtë vote janë rreth 29.000 votues. Pjesëmarrja deri në këto momente raportohet në 12.58%, ndërkohë që në vitin 2023 ishte 13.87%, pra edhe në këtë bashki kemi një nivel disi më të ulët të pjesëmarrjes të paktën deri në orën 10, dhe bashkia e fundit, që është ajo e Tepelenës, regjistron një pjesëmarrje 8.75% deri në këtë momente, ndërkohë që në vitin 2023 pjesëmarrja në orën 10 raportoi në 19.91%, pra kemi dukshëm një rënje të numrit të pjesëmarrësve deri në orën 10 në këtë bashki. Sa i takon risive të këtij procesi, ashtu sikurse e përmendi edhe kryekomisioneri Iliran Celibashi, në Bashkinë e Tepelenës do të ketë edhe një risi në drejtim të numërimit të votave, pasi për herë të parë do të aplikohet inteligjenca artificiale në numërimin e tyre, do të jenë disa kamera të instaluara pranë qendrave të KZAZ-s, të cilat do të përcjellin në kohë reale informacionin e fletëve të votimit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ky do të jetë një proces që nuk do të zvendësoj procesin normal të numërimit, pra atë të numërimit manual, por që do të shërbej Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të planifikuar në vijim ose për të përfshirë këtë proces në proceset tjera zgjedhore. Sa i takon rezultateve të votimit, sipas kryekomisionerit Celibashi, pritet që deri mesditën e ditës së djeshme mund të kemi edhe rezultatet përfundimtare sa i takon kandidatëve fitues, por pa diskutim që kjo do të jetë edhe në varësi të pjesëmarrjes në zgjedhje. Ola, të falenderoj për informacionin e sjellë në studio, të uroj punë të mbarë. Mirë të ecim me tjera informacione, Bashkia e Cerikut paraqet luhatje sa i takon performancës së saj financiare, ku disa zërat të ardhurave janë në rritje, por ka dhe nga ato që kanë pësuar një rënje të theksuar. Të ardhurat nga disa taksa vendore në Bashkinë Cerrik kanë shënuar rritje gjatë 2024-s, ndërsa të ardhurat jo tatimore kanë pësuar një rënje të ndjeshme, duke krijuar luhatje financiare në këtë njësi. Konkretisht referuar të dhënave zyrtare, të ardhurat nga taksa e ndërtesës janë rritur me 17%, duke arritur në 22 milion lek nga 18 milion lek një vit më parë. Edhe taksa e tokës bujqësore ka shënuar një rritje modeste prej 10%, duke arritur në 13.3 milion lek. Në të kundërt, taksa e ndikimit në infrastrukturë ka pësuar një ulje të madhe prej 49%, duke zbritur nga 2.9 milion lek në vetëm 1.5 milion lek. Tarifat për pastrimin e qytetit kanë shënuar një rënje prej 14%, ndërsa taksat e tjera vendore kanë njohur një rritje pozitive prej 7%, duke arritur në 38 milion lek, kundrejt 35.7 milion lekëve në vitin 2023. Ndërkohë, të ardhurat jo tatimore kanë pësuar një rënje të konsiderueshme prej 27%, duke u regjistruar në 19.2 milion lek. Sa i takon shpenzimeve, kjo bashki rezulton me një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për personelin dhe operative, por paralelisht ka rritur dhe shpenzimet për investime, të cilat regjistrohen në rreth 136 milion lek.
Ceriku bën pjesë në grupin e bashkive me të ardhurat të ulta për banor të siguruara nga buxheti i saj në rreth 36 euro. Po ashtu është ndër bashkitë me shpenzimet e përgjithshme më të ulta për banor, afro 15.749 lek apo 158 euro, ndërsa sa i takon investimeve, paraqet një nivel mesatar prej 4.238 lek për banor apo 43 euro. Referuar censi 2023, bashkia Cerrik ka 24.878 banor, me rënje prej 9% në raport me një dekadë më parë. Bashkia e Matit përfshihet në grupin e bashkive me investime të larta për banor, ndërsa ka pasur edhe performancë pozitive sa i takon të ardhurave për gjatë të gjithë vitit 2024. Kontributin më të rëndësishëm e ka dhënë pikërisht taksa e ndërtesës. Të ardhurat e bashkisë Mat janë rritur në disa kategori kryesore gjatë 2024-s në raport me një vit më parë. Kategoria me rritjen më të lartë është në taksat e tokës bujqësore, e cila ka shënuar një rritje prej 218%, duke ka përcyer nga 467.000 lek në vitin 2023 në 1.4 milion lek në vitin 2024. Edhe pse ende në shifra modeste dhe nën potencial, ky ndryshim i ndjeshëm tregon një përpjekje të bashkisë për të formalizuar pronësinë dhe përdorimin e tokës bujqësore, si dhe për të përmirësuar arkëtimin e detyrimeve nga ky sektor. Edhe taksat e ndërtesës kanë shënuar një rritje të qëndrueshme prej 43%, duke arritur në 19 milion lek nga 13.3 milion lek në 2023. Po ashtu taksat e ndikimit në infrastrukturë janë rritur me 36%, duke arritur në 4.6 milion lek krahasuar me 3.4 milion lek vitin e kaluar. Një tjetër burim i rëndësishëm të ardhurash ka qenë tarifa e zënjes së hapësirave publike, e cila ka shënuar një rritje prej 62%, duke u ngjitur nga 1.7 milion lek në 2.8 milion lek. Ndërkohë tarifa e pastrimit ka mbetur e pandryshuar me vlera simbolike, duke reflektuar nevojën për përmirësim në mbledhjen e këtij shërbimi. Në kategorinë e taksave të tjera vendore, bashkia Mat ka regjistruar një rritje të qëndrueshme prej 46%, duke arritur të mbledh 88 milion lek. Po ashtu të ardhurat jo tatimore janë rritur me 86%, duke arritur në 19.8 milion lek nga 10.6 milion lek në 2023. Në total, të ardhurat e bashkisë Mat për vitin 2024 tregojnë një tendencë pozitive pothuajse në të gjitha kategoritë. Rritja e konsiderueshme veçanërisht në taksën e tokës bujqësore dhe të ardhurat jo tatimore dëshmojnë për një qasje më efektive në administrimin fiskal dhe zgjerimin e burimeve vendore. Sa i takon shpenzimeve, pjesa më e madhe janë paga personeli dhe operative, por edhe ato kapitale kanë rezultuar në rritje. Të ardhurat e veta vendore të bashkisë Mat janë 5.912 lek për banor apo rreth 59 euro, shpenzimet e përgjithshme 28.412 lek për banor, ndërsa shpenzimet për investime regjistrohen në 6.436 lek për banor apo rreth 65 euro, duke u përfshirë në grupin e njësive me shpenzime të larta në këtë drejtim. Referuar të dhënave të censit 2023, bashkia Mat ka 22.103 banor dhe në një dekadë për shkak të ndryshimeve demografike ka pësuar një tkurrje me 20%. Greqia do të nisë eksplorimin e gazit të lëngshëm natyror në ujrat pranë Korfuzit me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është era e parë pas 4 dekadash që vendi përdor burimet e tij për karburante fosile. Ndërsa liderët botëror mblidhen në samitin COP30 në Brazil për të nxitur më shumë veprime ndaj ndryshimeve klimatike, Greqia njoftoi se do të fillojë kërkimet për karburante fosile në detin Mesdhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas marrëveshjes, kompania më e madhe amerikane e naftës, ExxonMobil, do të eksplorojë për gaz natyror në ujërat veriperëndimor të ishullit të Korfuzit së bashku me kompanitë greke Energean dhe Hellenic Energy. Kjo është hera e parë pas më shumë se 4 dekadash që Greqia përdor ujërat e veta territoriale për eksplorim gazi. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e sheh këtë si një fitore në përpjekjet e saj për të penguar veprimet klimatike dhe për të forcuar dominimin global të industrisë amerikane të karburanteve fosile. Partneriteti vjen 3 javë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaluan me sukses një marrëveshje globale për vendosjen e një takse karboni mbi transportin detar me mbështetjen e Greqisë. Nuk ka tranzicion energjetik, ka vetëm shtim të energjisë, tha një zyrtar amerikan i pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit në Athinë. Greqia po përdor burimet e saj natyrore dhe ne po punojmë së bashku për kapacitetet energjetike të bollshme, shtoi ai. Vetëm disa orë më vonë, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres bëri një apel të fuqishëm për vendet që të ndalojnë eksplorimin e qymyrit, naftës dhe gazit. Kërkimet për gazin natyror, një karburant fosil që kontribuon ndjeshëm në ngrohjen globale, pritet të fillojë në fund të vitit të ardhshëm ose në fillim të vitit 2027. Muajin e kaluar, Greqia dhe Kipro ishin dy vendet e vetme të Bashkimit Evropian që votuan për të ndalur për një vit përpjekjen historike që takson
përmirësonte ndotjen klimatike të transportit detar. Athina pretendoi se vendimi i saj nuk kishte lidhje me presionin amerikan që sipas disa burimeve përfshinte edhe kërcënime ndaj negociatorëve. Emetimet e karbonit nga lëndët djegëse fosile si nafta dhe gazi, por edhe qymyri janë një kontribues i madh në ndryshimet klimatike. Drejtori ekzekutiv ka deklaruar se këto dy lëndë djegëse do të luajnë një rol të rëndësishëm dhe kritik për një kohë të gjatë. Nafta dhe gazi do të luajnë një rol kritik për një kohë të gjatë, deklaroi drejtori ekzekutiv i ExxonMobil, Darren Woods, duke shtuar se pyetja ishte nëse ato do të vazhdojnë të përdoren si lëndë djegëse, ndërsa përparimet teknologjike të ardhshme mund të sjellin një ndryshim në djegjen e hidrokarbureve. Ato do të vazhdojnë të përdoren për qëllime të tjera, siç është sektori mjekësor, shtoi Woods. Nafta bruto dhe hidrokarbure do të luajnë një rol kritik në jetën e të gjithëve për një kohë të gjatë, u shpreh ai. Emetimet e karbonit nga lëndët djegëse fosile si nafta dhe gazi, por edhe qymyri, janë një kontribues i madh në ndryshimet klimatike. Pyetja është, a vazhdoni të ndiqni ato? Dhe kjo mendoj do të ndryshojë me kalimin e kohës, varësisht nga mënyra se si zhvillohet teknologjia, tha Woods. Më herët këtë javë, Organizata e Kombeve të Bashkuara u shpreh se bota do të tejkalonte qëllimin e saj për ta mbajtur ngrohjen globale nën objektivin prej 1.5 gradë Celsius të vendosur në konferencën e klimës në Paris në vitin 2015. Woods tha se politikbërësit po marrin vendime pa pasur një pamje të plotë, duke shtuar se nevojitet një llogaritje efektive e karbonit për të ndjekur siç duhet emetimet. Në për muajin tetor të këtij viti kryesisht falë reduktimit të dërgesave drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që marrëveshja midis Donald Trump dhe Xi Jinping për uljen e tarifave pritet që të përmirësojë tregtin kineze për vitin 2026. Eksportet e Kinës u tkurrën në tetor pasi vendi regjistroi një rënje prej 25% të dërgesave drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të dhënat doganore treguan një rënje prej 1.1% të eksporteve globale të Kinës në tetor krahasuar me një vit më parë, niveli më i ulët që nga shkurti. Këto shifra vijnë pas një zgjerimi prej 8.3% në shtator. Dërgesat e Kinës drejt Shteteve të Bashkuara kanë rënë me vlera dyshifrore për 7 muaj radhazi, ndërkohë që vendi ka diversifikuar tregjet e eksportit drejt rajoneve si Azia Juglindore dhe Afrika. Rënja e përgjithshme e eksporteve u ndikua gjithashtu nga niveli i lartë i tyre në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që reflektoi zgjerim mbi 12.6%. Importet në Kinë u shtuan me 1% muajin e kaluar në raport me 2024-ën, krahasuar me një rritje prej 7.4% në shtator. Ekonomistët thanë se një ngadalësim i gjatë në sektorin e pronave dhe konsumit dobët vendas mbeten faktorët shqetësues. Në takimin e tyre në Kore të Jugut në fund të tetorit, liderët Donald Trump dhe Xi Jinping arritën marrëveshje për të ulur tarifat. Kina ndali disa kontrolle eksporti mbi metale të rralla për një vit dhe ra dakord të blejë më shumë sojë dhe produkte të tjera bujqësore nga Shtetet e Bashkuara. Në këmbim Washingtoni lehtësoi disa sanksione ndaj kompanive kineze. Ekonomistët e Goldman Sachs thanë pas takimit Trump-Xi Jinping se presin që volumi i eksporteve kineze të rritet me 5 deri në 6% në vit, duke ndihmuar Pekinin të fitojë pjesë të tregut global dhe të nxjisë zgjerimin e përgjithshëm ekonomik. Ndërkohë, Danimarka do të ndalojë përdorimin e mediave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Shkak për këtë vendim që pritet të merret së shpejti është vendimi i kryeministres së vendit, e cila është shqetësimet që sjellin këto platforma për shëndetin mendor tek të rinjt. Danimarka do të ndalojë përdorimin e mediave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç, deklaroi qeveria, megjithse prindërit do të lejohen të japin përjashtim për të rinj deri në moshën 13 vjeç për të hyrë në platforma të caktuara. Ky veprim vjen pas thirrjes së ministres Mette Frederiksen në fjalimin e saj të hapjes në parlament muajin e kaluar për kufizimet e mediave sociale për fëmijët për shkak të shqetësimeve mbi shëndetin mendor të rinjve. Ministre e Digitalizimit Caroline Stage Olsen tha se marrëveshja ishte një plan me 14 pika se si të mbrohen më mirë të miturit në internet. Shumica e partive në parlament thanë se do të mbështesnin planin përpara një votimi formal. Platformat më të përdorura nga fëmijët në Danimark përfshin Snapchat, YouTube, Instagram dhe TikTok, deklaroi qeveria. Sipas një analize nga autoriteti danez i konkurrencës dhe konsumatorit, nga shkurti këtë viti të rinjtë në vendin nordik kalojnë mesatarisht 2 orë 40 minuta çdo ditë në mediat sociale. Danimarka ndjek shembullin e Australisë, e cila vitin e kaluar vendosi një ndalim të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
Në fund të këtij edicioni u kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.